Qytetarët e Skënderajit bashkëvendas të mi, propaganda dhe vagabonda e Samir Shtokut çdo herë është e dështuar ndaj meje, por unë do të filloj të njihit këqia dhe marrinat e tina, hajnit, cilat i ka bon për 27 vite, duke filluar fshat me fshat, der me der dhe çdo pjesë qytetit. A jeni ju dëshmitar, bashkëvendas të mi, se këta dikur ju dhem edhe zgudojnë me dalë për bol, ose thujnë kjo me Serbi, ose thujnë kjo i qmendën, edhe po na sulmon let. Une dua t'i garantoj dërni cakt e mi. Para 10 vite, ja kam bo kërkesën Bekim Jasharit, 6 kërkesa që t'i ndriqej gjitha fshatrat e Skënderajit, ku investitori ka qenë sinagogu Izraelit, në Lozan në Prij të Zvicrës, në kantonin Vaud, bi 2 milion euro, 2 milion franca. Kam hasur në rezistencë dhe me janë, nuk më është tuj kërkesa, vetëm lejen e kam kërku, me kushte dhe kondicionet komunës. Pashi kam bo kërkesë Samir Shtokut 6 kërkesa juridike, nga zyrja ligjore, që të mi lejan të ndërgjej gjitha fshatrat e Skënderajit. Kam hasur në ignorancë totale. Kam vazhdu, kam ndryqu fshatrat Tis, Pluzhin, Likopsa, Qarev dhe i Mirboj, edhe sot janë, që 10 vjet janë ato mirbohen nga unë. Nga një herë dhe personalisht hypin në bandera e rregulloj kur është keq. Kështu që e kena spitalin në Skënderaj, ku ka ardhur investitori me investu Samir Shtoki ka lyp haraq. Tash ju vërtetën e vetë se a jam une i qmendun, a jam me Serbia, nuk jam Kodërtina, s'kam kur që personalisht. Edhe u ik spitali, kër i ka lyp haraq u shku në vështre, u ndërtu spitali arab. Ka orë fabrika e shiqerit nda sheft, e cila ka dosht të investoj, dhe 100 punëtor të investohen ato, Gargulesha, Fadil Nura, Kabelica, si i thamone, kriminali me letra, i ka lyp haraq. Samir Shtoki e përdor gjithë këtë kriminal, këtë gabelic, për me lyp haraq për i plaçkit njerëzit, e ka Fadil Nura. Edhe ka do shumë fabrika tjera në Skënderaj, ku kë ka lyp haraq. Imaginon e dukat, nda shefës i ka marrë, Konë Qëbrel i ka marrë, në Kopiliq i ka marrë dhe jav ka shit dukat e juve cilat jav kanë lo babalorët e ju, jav ka marrë Serbia, ky ka përkthy, ka marrë për veti me njerëz të tyne që ta shka i ka, ja 4-5 familje që i shfrytëzon, edhe i ka tjetërsu për veti. Imaginone marrinat e tina dhe turpi tina nuk kanë nalën. Pa në men ka familje dëshmurve që shenë fëmija i Las Kodrës, herojt kumbit, i ka shti asambles me votu, kinë se pjadhojnë fëmijëve të Las Kodrës, edhe mas një viti i ka tjetërsu, i ka qitë nemen njerëzve të vetë. Une nuk të thëtë se jam une kam dishka kundër tina, po unë jam kundër krimeve tina, cilat edhe une i thras edhe shtetin, edhe AKI-n, edhe gjykatat, edhe prokurorin, e janë i kap në mu, edhe më omnin peng, në rast se nuk jam i gatshëm me investu, me thith investime miljardshe, unë e lojë dhe pasunin tem, qka kam peng. Por nuk ka investitor si vjen me investu në Skënderaj, kur të she sa me kriminalin listën e zezë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Hini ju vet, hini në rrjetet ku janë, doshit ja publikoj, është në mesin e serbëve, në mesin e kriminalëve të juftës, është edhe emri Samir Shtokit në Amerikë atje. Kam ja publiku në stëre që tash qëne, ku gjinet kë. Ku ka investitor si vjen, ku hin faqen e komunës, apo faqet e zeza, ku janë njerëzit non grata të pa dëshirueshëm, edhe është kryetari komunës Skënderajit listën e zezë. Prandaj, une i thras shtetin, e janë i kondicionim. Une buxhetin e komunës për 20 milion eurosh, jalon kush dëllet e menaxhan. Une po kërkoj vetëm ligjin. Ligji po më intereson që mi amonsu investitorit miliarder në orë me investu në Skënderaj, mi pagu 18% të vëshë
10% atë fitim, milionet punëson punëtor, kun kushtet jashtëzakonshme i hiqet investitorit kur punëson shumë punëtor, i hiqet edhe të vëshëja. Shteti i lehtëson, ja mundëson me ordhaj me investu, edhe ka shumë Izraelit, ka shumë Zvicran, cilë duan vinë të investuin në Skënderaj, po nuk kanë besim, nuk ka kush i pret. Si të vinë ata, kyja qëtë fadilnurën, i shetit një 3-4 dit, edhe mas 3-4 dit e një ove, ja lyp haraqin, 15 milion, 20 milion, 50 milion, si ku shumë tjerve, edhe investitorët, po ikin. Nuk do të thëtë se une jam kundër tina personalisht, une jam kundër krimeve tina, nuk do të thëtë se na jem të përsusën, asun si jam i përsusën, po hajnë e kriminell nuk jam. Kështu që bashkarisht, duke mendu mirë, duke mendu paqë, duke mendu për familjet tona, për të ardhmen tonë, unë ju garantaj, si qytetori juve, si bashkëvendasi juve, se nuk do të ketë forcë që e thënë, apo që e zbët së këllë Halilin, që të arrit qëllimin, që dërnicën tonë të kemi ato ku dojna. Duhet punojmë shumë bashkë, që policin të kemë të lirë. Duhet punojmë shumë bashkë, që mos të kemë gjykatësin cilin e bjesa me lushtokin Skënderaj. Djallin e Bagjanonkës të vetë, që atë legenin Besart Prishtina, si e kanë rumbi emrin, para një javë ditëm dënej 300 euro, pse ja kum ndjeh kriminell të Sami Lushtokit. Ja kum përhon kriminell të Sami Lushtokit. Unë jam i gatshëm, i kum dhonë, edhe me pagu, edhe ka me pagu shtrejt. Shtrejt ka me pagu, lirin e Juve dhe shprehnit e Juve. Dhe avancimin e Juve ka me pagu shtrejt, e di. Po jam i gatshëm. Edhe këtë sakrific, jam i gatshëm që ta marë. Por, që ka na duhet neve? Investimet tona, investimet e qytetarëve. Duhet një dërnic e pasën ekonomikisht. Prandaj, Sami Lushtoki është antidërnicak dhe nuk e do popullin e vetë pasën. Se një popull i pasën është i pavarur. Në momentin si jetë pavarur, ky mos e kontrollon. Prandaj, qeveria Kurti ka mundësin përmes rrugëve alternative, përmes tyrave vetanonke, ta ndihmon popullin e Dërnicës se është një popull i shumë vujtur, është një popull i pastër shpirtnisht, është një popull që hesht, po kur të eksplodon, nuk ka forcë, as nuk ka ndikim që e thënë. Une e pres këto, se bilin qëtat 3-4 muj, 6 muj të funit, pres edhe protesta, pres edhe manifestime, që t'i hjekum kriminell nga Skënderaj. Mos e merë një kitë fjallën e kur e përmeni fjallën kriminell, si ja vërtetëjën e. Kur thamë kriminell, ja vërtetëj. Ati son njeri në ka rejnë Skënderaj, son njeri në ka kërcenu, son njeri në ka shantazhu. Ati që sot që 27 vjetë të doshtë më prit me ordhë, se këll Halili me konë gjendje me esplodu. Se këll Halili në vret, po me thys munësh. Këto a keni garantë. Pra ndaj, na duhet që gjenerata e re ta merë Skënderaj. Gjenerata e re, e pastër. Une i shoh edhe këtu vlerësimet e qlientarëve po në mënyrë individuale. Dhe me thonë, nuk, edhe pse e ko me Serbi, vlerësu është ma shumë se një qlientar i vërtet. Ju duhet mos të njën krenar, vetën këta familjarët e tyne, për shembull që ja ban një manifestim, apo një pritje Sami Lushtoki. Sami Lushtoki nderon vetëm familjet e pesta. Familjet cilat kanë bashkëpunim me Serbi. E posh, kriminali, terroristi dhe shteti genocidal serb, dule thav presidenti i tyre se Milan Radojčić nuk është kriminal. Unë e fort kam frikë si me bom i posë qeverin, për dë këja, a këja, edhe lë dë këja, e amnistojnë Milan Radojčićin. Fort kam frika, i sholla jam gabim, po më nej veç, një herë kanë pas amnistu. Prandaj, është një kohë e trupëlt, është një kohë si nuk pëdijet, nuk pinje kush kanë, qaq jenë përzi gjonat, nuk pëdijet kush u patriot, e kush është traktor. Po, shteti, unë kam shumë besim shërbimin tonë sekreta.
Une i nënshtrohem dhe i perullëm autoritetit tonë, por nuk ka fuqi. Ju kanë merë kompetencat nga shtetet kriminele evropiane, nga Oleksi. Ju kanë merë kompetencat edhe Oleksi ka drejtat e barabarta me policinë tonë. Oleksi është një polici kriminele, e cila punon kundër shqiptarëve, e cila pagun trahtore shpiuna, qëta meshte shuk të Samir Shtokit, kundër shqiptarëve tonë atje në Hag. Nuk është, kur që thonë, njerëz të vetëvendosis janë 0% ngrasim me njerëz të PDK-s, TDK-s, që janë kundër shqiptarëve tonë në Hag atje. Këta jesin zero këta të vëvës, krasim me këta të PDK-s, bili sidomos Drenica dhe Gjakova ka shumë trahtar kundër qëllimtarëve të në Hag atje. Gjithë shka që kam në informacione, mi ditë jo, as kompjuterat edhe arkivet e shtetit nuk kanë që kam në informacione. Kam qef, fort kam qef me investu në të vërtetën. Mos me janë gjitë kërkuj, mos me shpif, mos me rajt. Fort kam qef. Prandaj, edhe pse më kushtën, nuk e kam problem. Nuk është more me dal në krah qytetarëve, nuk është more me dal mi pranu krimet, mi pranu të keqen edhe mu distancu. E shep populli kur distancu është ti. Ka shumë gjëra tash që kam jaqit krimet e tina, imagjinone me bajanon, me teze, me nipa, me sebep, furnizohen me derivate nga taksa pagues të Skënderajit, nga kartelat e komunës që ja vjep Samir Shtokit. Ma mirë ku me investu në veteran tonë, në valet tonë, në familjet dëshmorëve. Drenica është e djegne. Drenica pa një drenic të fort ekonomikisht, pa një drenic të fort ushtarakisht, nuk ka Kosovë. Kia i nënë të jepja hakin, unë ju garantoj si një drenicak. Një drenicak mund të logaritet me 1000 ushtarë ku dushmeri. Dhe me thonë, ta vlerësojmë, ta ngrisëm kita set, kitë vlerë, kitë popull, shumë vujtën, mos talojnë në dorë njerëzve të këqi, njerëzve me na gjus, qëllë janë të japit gjokin qëllimtarëve, i kanë lodhë, i kanë smu, i kanë degradu, shpirtnisht. Kjo është aja që unë do t'a liftoj deri në fund, edhe me emër të Zotit, me ndihmën e qytetarëve. Me ndihmën e qytetarëve, drenicakëve të mi, unë do t'a marrë komunën. Si ka thonë Zoti, jem shnosh rahat, bashkë me juve do t'a marrë, edhe ju garantoj, vllazërit e mi, se në momentin si t'a marrë Skënderajin, mena 6 mujve të porë, duhet vota asamblezve, duhet dora asamblezve, mena 6 mujve të porë, krejt kanë me shku këta në gjykata. Krejt atë arkiv kriminele do të mi qitë në pa, do të me angazhu njerëz kompetent, cilët që dukat, nuk ka nevoj mu tjetërsu, pej syles në syla, pej në syles një ashori, më the tash, 50 hektar tuk, 60 hektar tuk. Këto arkiva, këto dokumente kreti kamone. Sa të që ikin këta, i tjetërsoj njerëzit, unë jam në zonë apet. Edhe, janë ato flet pagesat bankare, janë ato kontratate, do të kanë kujdes besa asamblist, mos të vetojnë gjithë shka, se thojnë e përfundojnë mandatin edhe jena në regull, jo, në shpe kanë me torë me të arrestu. Nëse ke votu, ke nënshkru, edhe ke ledzu, edhe ja ke miratu krimin, ky son është, ky din e mirë, si ky ka burgos gardian, ka burgos polic, ka burgos nuk kalon drejtar, s'kalon kanë pa burgos, veç vetë ka nej si ku na papadica dhe viqit pa prekush. Jo që mashtrohni mastina, mos menoni se kini mu amnistua po plokën krimet. Me elemente të reja, çdo prokuror ka drejt ta hap rastin. Me një element të ri, i cili ka rënë desh me interesin e shtetit dhe me interesin e komunës, dine mirë se unë jam një jurist i diplomum dhe çdo pjesë të krimit unë e përcjelli. Edhe nuk e lëshoj pa e qunë gjykat. Nuk ka kushte, së në mblen ti mu. Nuk mund me pronat qytetarëve ti mund tjetërsu mu. Së mbyn as nën kryetare, as heqet së mbyn, kur gjë. Derisa Samir Shtokit në komun, nuk do të ketë regla, nuk do të ketë qetësi, nuk do të ketë stabilitet. Na ka hasmeru me zveti, na ka shti, na ka bon vëqiku me kon të kraleves na. Na ka shti me zveti, për qëta ju bëj apel vllazërve të mi Drenicak.
Mos e këshirni a është LDK, a në PDK, a në VV. Mos bojmë dallim partijak. Veç e këshirëm njerin a i keqa i mirë. A o trahtora hajnë. Që tonë këshirne. Mos e partia është zgjedhje bre. Zgjedhje merë cilën dush. Po njerëzit lykin së në ranë. Prandaj, ju lësë të drënicak të mi, t'jekum për kësoj hasmerie, se hasëm e kena vetë sa me lështokin, mërgim lështokin, u këshin lështokin, edhe haqibeten. Tjerë hasëm Skënderaj s'ko. Qita janë ata që janë t'idhën edhe me Serbi, edhe na kanë shti hasmeri, na kanë bo me zveti pike 5. S'gudzo kush me javlu timin si ku na posha, kur e kështë pasmur, drënicën tha, e qitë ke rrugës për Komaran, fush Kosovë, kish qitë penin, edhe kish kopë për peni, tha njës gudzej kemi a prejk penin. Drejtësak të mi, mos o legni. Këput një penin tina. Këput një penin se pa ja këput penin nuk mund jetin fëmija tonë, familja jonë për pora. Unë këto e kam, këtë breng e kam, edhe do t'a liftoj din fund, që ju njihni mirë, po edhe nëse shkoj une, ju këni me ko mirë. Se të miren dhe lirin e drënicakve, as ka mujt minol Turqia 538 vjet, as Serbia 100 vjet, po as sa me lushtohi me Milana Dejqicin që 27 vjet. Kështu që të dolën fitimtar, ky venin e konë burg, sot prokuroria edhe gjykata pidenujnë për terrorizëm 2000 euro, nuk ka gjykat si merë vendim kundër tina, po nestra do të vinë rinia jonë e shkollume, e edukune mirë, edhe nuk do ta njeh kush çka është, kush e ka shkel ligjin e bojt me shnet.